RTK-ja për me mujt me e marrë në kontroll politikën redaktoriale të RTK-s, mas pari është dasht me e kap këtë medium përmes me vënë në kthetra pra këtë medium përmes punësimit të personave të afërt dhe familjarëve të këtyre politikanëve. Ju e keni drejtor të RTK-s, Mentor Shalën, i cili është njeri i afërt me Hashim Thaçin dhe veçanërisht me Hayreddin Kuçin, i cili së bashku me gruën e vet Ramize Murtesi Shala kanë krijuar që fantazma të cilat kanë marrë fonde ekskluzive nga qeveria e Kosovës. Dhe po them ekskluzive për shkak se qeveria nuk jep zakonisht fonde për OEQ, por këtu ju ka vënë. Pastaj e keni Mustafën, i cili është pronar i Zanzibarit, është aktivist militant i PDK-s dhe është vendos si njeriu kyç në administratë dhe financa përmes të cilit ka lënë çdo punësim në RTK. Në anën tjetër e keni Hashim Thaçin, Shajp Mujën, Flora Shtakun, Bekim Haxhiun, Azem Sylën, Bekim Çollakun, Abelar Tahirin, Gjevahire Izmakun dhe shumë zyrtar të tjerë të PDK-s, të cilët i kanë punësuar dhe i kanë ngritur në detyrë, ato janë nis prej kunatav, motrav, burrave, grave, vëllezërve, kushërinjve dhe militantëve të tyre.